Prej moralit dhe edukatës islame janë dhe këto hadithe dhe thënie të çmuara. Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ose të flet mirë, ose të hesht. Tjetra, një fjalë e mirë është sadaka. Sa bukur, a e dini se sadakaja nuk është vetëm të japësh lek, por dhe fjala e mirë. Me fjalë të mirë, ti e zbut zemrimin e Zotit, ai të fal, të shëron nga sëmundjet, të shton riskun. Sot kemi shumë raste në botë të cilët i kemi vërtetuar se njeriu me dhënien dhe bërjen mirë i shëruar nga shumë sëmundje. Po kështu, duke thënë fjalë të mira dhe duke menduar mirë për Allahun, pasi feja islame na këshillon që të mendojmë gjithmonë mirë për Zotin ton, mos themi boboç do na gjej apo ç'më, po të themi mua më mjafton Allahu dhe kam Zotin tim. Dhe duke menduar mirë, do të na zgjidhen të gjitha çështjet, do të na lehtësojnë të gjitha çështjet. Po kështu, sa njerëz prishen sot për fjalë jo të mira dhe që i vezdisin njerëzit. Nëse ke mundësi ta lehtësosh tjetrin, mund t'i thuash fjalën e mirë, po në qoftë se nuk mundesh ta thuash fjalën e mirë, të paktën o njeri, hesht, mos e shqetëso, se edhe merr gjuna, edhe tjetrin e ngarkon më shumë.